Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump tha të martën se do të ndalojë përkohësisht një operacion për të ndihmuar shoqërimin e anijeve nëpër ngushticën e Hormuzit, duke përmendur një progres të madh drejt një marrëveshje gjithëpërfshirëse me Iranin. Disa orë më herët sekretari amerikan i Shtetit Marco Rubio kishte përshkruar përpjekjen që nisi të hënën për të shoqëruar cisternat e bllokuara jashtë Gjirit. Ngushtica është praktikisht e mbyllur që nga fillimi i konfliktit, duke bllokuar rreth 20% të furnizimit botëror me naftë dhe duke ndezur një krizë globale energjetike. Ne kemi rënë dakord reciprokisht që ndërsa bllokada do të mbetet plotësisht në fuqi, projekti Liria do të pezullohet për një periudhë të shkurtër kohe për të parë nëse marrëveshja mund të finalizohet dhe nënshkruhet, shkroi Donald Trump në rrjetin social. Nuk pati reagime të menjëhershme nga Teherani, ku ishte herët në mëngjesin e së mërkurës, menjëherë pas postimit të Donald Trump, kontratat e naftës bruto amerikane ranë me $2.30 dhe zbritën në $100 për fuqi, në një prag shumë i vëzhguar që nga momenti kur konflikti çoi çmimet e energjisë në rritje 2 muaj më parë. Shtëpia e Bardhë nuk i përgjigj menjëherë një kërkesë për koment mbi çfarë progresi ishte bërë ose se sa do të zgjaste pezullimi. Ushtria amerikane tha të hënën se kishte shkatruar disa mjete të vogla iraniane, si dhe raketa lundruese dhe dron.